Dhe po ka që dashuruar jeni ju, doktor Valdet, që shkon shumë skeptik në pyetjen a i shqitni unë të nguca dhe mrapa kamerave dhe ishte ai territori juaj i mbrojtur në kornizat tuaj, jo, pse? I kam disa të dhurume, të miq speciale dhe të dy institucione shumë të rëndësishme, po jo që i shes, nuk mu i mishit. Po pse? E përmeni edhe doktoresha Mare gjatë bisedës që janë si fëmija, nuk di. Ndoshta nuk mu hi në atë procesin e riprodhimit edhe pse realisht mu më ka dhonë lek shumë për piktura. Po nuk është, nuk mu i mishit, se janë pjesë që shpirti e të shtatë. Edhe realisht këto piktura bile që janë këto dhe një 10 në shtëpi që i kam, ja kam si dedikim qunit vogël, se e kem qënë të pleçnis edhe i këmë tonë që këto kom i të dediku ty. Sigurisht se për momentin ati nuk i duken interesante, po me kohën edhe mu, që më duken tash disa prej gjanave që mi kanë tonë frente mi, që nuk janë sot, atyne do t'ju duken ma vonë. Po, e përmeni doktoresha Labinot punën në çështjen e pandemisë edhe gjatë kësaj kohe, sa ka qenë pandemia, realisht disa për profesioneve që u përmena dhe me heret, edhe puna infektologut, edhe pulmologut, edhe mjekut familjar, edhe kardiologut, nuk ju në kanë shumë të fuqizume, deri sa erdhë kjo dhe u pa që shteti duhet me investu në ato gjana që nuk ka më rëndësia, e ki një pacient, a i ki një mi. Në moment kur shpërthen, ati duhet me i pas gatë shumë ata ushtarë. Sigur ushtarin, që ushtarin nuk ka rogë. Ushtari duhet me apagu rogën sa dush, se ushtari të njetën dash zoti mos shkov në luft. Po në momenti kur duhet ti e ki ushtarin. Edhe njëjta është për mjekun, që duhet është profesion. Në kohën e pandemisë, e kisha edhe fatin që kam qenë edhe menaxher i karantinës, kanë qenë momente shumë të vështira që na i ka lehtësuar shumë doktoresha tu postu këto në rrjetet sociale, ato në piano, që përbes kanë qenë shumë relaksuese. Shpeshherë i kam thënë edhe komente kështu personale që bravo të lumt, se edhe unë jam një par pianisti autodidakt në shtëpi, po veni dorë, ose gitarist si student, edhe më kam mbet në atë kohë që unë për mi 40 vjetë ka që gitarët nuk im shajmo, po kom lujt gitarë si student, si persiatjet e mija, asaj kohë. Po pandemia, për shembull, më ka boj kom përmi 20 punime, që e kom përdor banesën e vllaut, që është në Amerikë, edhe aty e bon atelen, edhe ndoshta edhe punimet më të mira i kom bo për shkak e përmene disa herë çështjen e kur vinë ato frymëzimet. Muzat vinë si për poezi, si për pikturë. Kur janë momentet tua që... Momentet e mia zakonisht jam kur e kam stresin e madh. Zakonisht mjekësia ka stres prej ditës parë kur regjistron e deri në momentin kur edhe pse realisht si mendojnë njerëz se jo ti si menaxhere nuk ka stresi, është i vazhdueshëm të punëtorëve, i pashmangshëm. Edhe shumica e punimeve të mia janë bërë nën presionin e stresit. Por që kanë dalë shumë të mira. Po, realisht tani aty e shef edhe atë kulturën e Rembrandtit, për shembull, që i ka thellësinë e madhe të stilit barok, kutadione, po që ka hyrë me hije, me dritë, me kombinime, që ma vonë i vren që edhe ai ka pas ato persiatje të semuzat e veta, që unë e sot i vrej. Krejt në këto i vrej për shembull ato streset që çka është e përmeni doktoresha pëlhura vaj, është derdhja e alfabetit që është universal për krejt botën. Nuk ka ngjyra dhe piktura, nuk ka as hieroglife, as ka numra, as ka germa, po është universale. Kuptohet vepra e mirë ose diçka e mirë, kuptohet për i gjithëve. Ndërsa sa i përket interpretimit, kur fillon me interpretue më e mira është për mos me interpretu. Veç me këshyrë dhe me dje. Se arti është thot për mu shiju, e jo për me folë mbi te.